Nëse hyni në faqen zyrtare të klubit të futbollit Shkëndija në Facebook, do gjeni një laramani informacionesh lidhur me aktivitetet sportive të klubit, trajnimet, ndeshjet, preskonferenca dhe të ngjashme. Por ekipi që qëndron pas publikimeve në rrjetet sociale ka ngritur nivelin e postimeve dhe ka vënë në plan të parë kreativitetin. Në këtë faqe gjeni lloj-lloj postimesh, reelsa, video të shkurtëra, fotografi, por edhe shumë kreativitet me imagjinat të theksuar. Por kush qëndron pas këtij kreativiteti? I ftuar në emisionin Pasdite në televizionin Koha, Fadil Gjunuzi thotë se gjithë kjo punë ka një strukturë dhe një ekip që punon pa ndërprerje. Ka strukturë, nëse do të bësh ato detyrat e shtëpisë, për shembull, ka postime informative, si në faqen zyrtare dhe në rrjetet sociale, po ashtu ka edhe emocionale. Të momente që ndoshta ndonjëherë s'e kapi unë, detyrohet fatoni ose dikush tjetër të i kap dhe të më dërgoj, po ti postoj. Prandaj nëse atë e bëjmë, pastaj idea ka plot, vetëm se duhet ta gjesh momentin e mirë. Fadil Gjunuzi thotë se mundohen që t'i ndjekin trendet botërore. Ndonjëherë ide japin edhe vetë futbollistët, ndonjëherë marrin shembull edhe nga klubet e mëdha të botës. Është si bashkëpunim mes nesh. Jo vetëm medias, po edhe ndonjëherë edhe lojtarët të hapin një ide që asnjëherë nuk ka shkuar, ose e ka pa ndonjë klub apo dikundi, po edhe është tani shkoja e trendeve, të cilën jashtëzakonisht e kam ndjekur, ka pasur trende interesante, jo vetëm klubet, po ashtu edhe Instagrami vet ka bërë shembull formate që ka dol shumë i vogël. Ka qenë viti i trendeve 2025-26 edhe mendoj ndonjëherë kur i ndjek trendet, është e mirë se mendoj njerëzit që, domethënë, kjo është tepër i mirë, e bën punën tepër mirë. Në faqet në rrjetet sociale nga klubi i futbollit Shkëndija nuk harrojnë edhe ditët botërore apo festat fetare e shumë postime tjera që bëhen, me qëllim që tifozët dhe dashamirët e Shkëndijës të jenë sa më të informuar, por njëkohësisht edhe të frymëzuar. Mbase për shkak se Shkëndija nuk është vetëm një klub i zemrës, është frymëzimi për gjithçka, është ndjenja e krenarisë që secili shqiptar e bart me vete. Të gjithë këtë mozaik gjem që qëndrojnë pas rrjeteve sociale e kanë ngritur në një nivel të lartë dhe me standarde botërore. Neve na mbetet vetëm të shohim këto informacione e frymëzime.